Live from Tirana. Live from Tirana. Ju ripërshëndesim edhe një herë nga Live from Tirana në këtë pjesë të dytë dhe të fundit të programit për ditën e sotme në këtë të enjtë të datës 12 qershor me temperatura të larta jashtë dhe ne tashmë do të ndesim më shumë duke diskutuar për ngjarjet më të nxehta së fundmi në Shqipëri për sa i përket kategorisë roz dhe për të diskutuar me këtë ne kemi një ekspert të këtij programi. Rea Shena, mirë se vjen e dashur. Mirë se u gjeta. Mund të quaj eksperte në showbizin në Live from Tirana? Po, ma ke dhënë këtë të drejtë besoj. E meriton këtë titull në programin tonë. Faleminderit. Si je ti? Mirë, ti se ke Çfarë qenë? bëhet? Mirë, mashallah, jetojmë, Mashallah, presim të shqyr. mbyllim punën edhe të Tash ikim është verën Po, tamam. kam ja ca vila nga Ibiza, e kupton edhe gjëra kështu të thjeshta. Super. Në Ibiza të lushnjës, po thoya. Dgjoj, çfarë po ndodh me showbizin shqiptar? Po shumë gjëra po ndodhen, shumë gjëra. Të bujshme apo të vakta? Po ca të bujshme, ca ka mundësi për më mirë. Çdo gjë. Se ka që është do më bëtë shumë. showbizi shqiptar? Duke sigur ka rëmë pak të kohë të U fundit. lodhën. U lodhën vipat apo? U lodhën dhe vipat, mendoj që janë lodhur edhe njerëzit me të njëjtat histori që they are on repeat. Nuk di. Nuk ka ndonjë gjë kështu very spicy që të tërheqë vëmendjen e publikut sa që duhet, mendoj unë, për momentin, se si dihet. Sa herë themi kështu, na surprizojnë me ndonjë gjë Kemi super. zgjedhur disa lajme bashk, me kë do ta nisim. Me këtë do i zëna. Okej, e nisim me atë që ka pasur më shumë interes gjatë kësaj jave, e cila ka qenë një gati për plasë virtuale mes Anajt Kalotit dhe Gjestit. Gjesti është fituesi Big Brother VIP Albania 4. Anajti ka fituar Big Brother dikur me njerëz të thjeshtë, gjithashtu dhe Businessman. Anajti e ka suportuar Gjestin gjatë Big Brotherit. Është parë dhe në reelsat e Gjestit teksa i vinte nga Prishtina në Tiranë, ndërkohë që së fundmi ka habitur fansat teksa ka thënë që e mbaja me rroba se nuk ishte as brek. Anajt Kaloti, Gjesti, mos mirënjohës, nuk më tha faleminderit. Digjë çfarë ka ndodhur mes kësaj dysheje? Tashi personalisht nuk mund të them se di ndonjë gjë konkrete, përveç çfarë kam lexuar dhe kam dëgjuar në ambientet tona të vogla, që çdo gjë shkon sa majtas djathtas. Por mendoj që këto janë gjëra që ndodhin edhe në Shqipëri, ndodhin dhe jashtë me disa njerëz, sidomos në showbiz, që bëjnë ndere dhe pastaj nuk marrin mbrapsht atë që mendojnë se do marrin, pastaj flasin e gjëra të këtij lloji. Janë gjëra që ndodhin rëndomt. Për mendimin tim nuk duhet të ndodhin, po ndodhin shpesh. Perifrazuar, për të sqaruar pak për publikun, në një nga storët e tjera Anajti shkruan që kam kontribuar më shumë se kushdo që ka Kingi afër për fitoren e tij, si social media, influence online e të tjerë. Që s'ju a them dot këtu, thotë Anajti. Këtu mund ta provoj stafi Kingit, deri tek rrobat e finales se ka veshur Kingi dhe babai i Kingit dhe brekët ja kam dërguar Kingit në shtëpi, kur s'ka pasur të vishte dhe bërtiste nga kamerat, mos sillni rroba se s'kam. Fansat e Gjestit janë irrituar shumë nga kjo deklaratë. Po, fansat e Gjestit irritohen për shumë gjëra, jo vetëm për këtë deklaratë, dhe mendoj se kjo është një deklaratë e bujshme nga ana e Anajtit. Dhe e fortë, shumë. Shumë e fortë, po, realisht shumë e fortë. Ka diçka. Po pyetja është që njëri që arrin dhe shkruan këtë story, çfarë pretendojmë dhe mund të hamencojmë që ka ndodhur mes Gjestit dhe Anajtit. Ka diçka, midis atyre mund të kenë ndodhur shumë gjëra, por nuk mendoj se Anajti ka qenë në nivelin e menaxherit të Gjestit apo ka qenë real në grupin e Gjestit, domethënë të menaxhimit ose këtyre të këtij lloji. Unë e kuptoj shumë mirë sepse unë kam pasur edhe vetë situata kur kam ndihmuar artist edhe brenda dhe jashtë vendit në Amerikë ku punoj, që nuk ma kanë ditur për nder, për shumë gjëra, po janë gjëra që unë mund t'i kem diskutuar me njerëzit e afër, se realisht janë gjëra që të ndikojnë, sidomos kur bën. A duhet pritur mirënjohje në showbiz? Në showbiz duhet pritur mirënjohje, sepse unë mendoj që showbizi është jashtëzakonisht shumë i vogël, dhe sidomos showbizi i vendit tonë, dhe nuk i dihet. Sot Anajti mund të jetë një njerëz që s'ka asgjë në dorë, nesër mund të jetë një njerëz që ka jashtëzakonisht shumë gjëra në dorë në showbiz. E njëjta gjë nga ana e Gjestit. Sot Gjesti është thjesht fituesi i Big Brotherit, nesër mund të jetë një njeri jashtëzakonisht shumë i lartë në showbiz. Dhe siç thash, domethënë nga ana e Gjestit mendoj se duhet kishte pasur një mirënjohje, një gjë, nuk e di domethënë se si kanë diskutuar gjërat. Pra ti beson që mirënjohja në këtë rast ka Gjestin nuk ekziston?
përderisa ai e thot, mendoj që ka një shkak të fortë, se nuk besoj se Anaidi thjesht e thot kot. Por dhe nga ana tjetër, nga pala tjetër, nga ana e Anaidit, siç e thash, mendoj se janë ca gjëra që duan mbajtur brenda grupit tënd, sepse duket që është diçka që është bërë me dashje për të prishur një imazh të gjestit. Mund të jetë pjesë e marketingut? Pjesë e marketingut jo zakonisht po. There is no bad marketing in the show business tonë ata. Me gjestin dhe ky është problemi i madh. Po, mendosh fansa ta gjëra të këtij lloji, por që siç thash, gjuha e përdorur aty është pak është shumë denigruese, edhe sikur të jetë marketing, nëse një artist pranon një marketing për veten e vet në këtë lloj, domethënë nëse është një lojë të dyve, le të themi, se janë gjëra që ndodhin në showbiz, që ndodhin këto zënka gjasme dhe thjesht për të shitur më shumë. Është shumë denigruese për atë, është një gjë që një artist nuk duhet ta pranojë kurrë, a kupton? Kështu që duket në kohëra që jetojmë për të fituar më shumë klikime, për të fituar më shumë lekë. Mund të ndodh. Gjëra të tjera kanë ndodhur në showbiz, disa janë ndarë, disa janë bashkuar, e të tjerë nuk din ç'po bën me jetën e tyre. Rikthehemi pas pak në program, reklama. Teksta reja po tentonte selfie-n e fundit live nga studio. Do të diskutojmë tashmë në fakt për një këngëtare e cila në filmin e saj bëri shumë bujë, tërhoqi vëmendje, miliona klikime, më pas ra në një pauzë qetësie, por së fundmi është rikthyer me hitin e saj më të ri, origjinal, dhe tërhoqi vëmendje pikë së parë një herë për veshjen e saj aty, teksa kishte veshur një fustan dhe teksa thoshte që unë jam drejtoresha në kompani. Kur kthehej plani nga mbrapa, drejtoresha ishte me fustanin e çar në të pasme dhe pa të brendshme. Goxha drejtoresh. Tërhoqi vëmendjen, kënga ka arritur ja 2 milion views, tani origjinale të vërtet apo jo nuk e dim, por gjithsesi ka ja 2 milion views në YouTube dhe Enca gjatë intervistës së saj në Goca dhe Gra të shtunën që lan pas, tha që foli për disa gjëra, ndërkundër të tjera reja foli për OnlyFans, një platformë ku çdo kush mund të hapi profilin e tij dhe mund të dhurojë video erotike, ndoshta jo shumë eksplicite apo jo, për klientët me pagesë, ku thuhet që fitohet shumë para. Enca është një personazh publik shqiptar që e ka pranuar që është regjistruar aty dhe ka thënë që unë fitoj 1500 euro për një gisht. Tani nuk e kuptoj tamam realisht të frazën për një gisht, o nuk e di nëse ka fjalën për një klik apo për ndonjë përmbajtje erotike, por gjithsesi si të duket ty se një njeri që merresh me menaxhim artistësh që një personazh publik shqiptar pranon që është pjesë e platformës OnlyFans. Dëgjoj, ka diçka, OnlyFans i ka dal pak nga ato normat e veta, sepse OnlyFans kur është hapur në fillim është hapur pikërisht për artistët. Ka qenë një platformë që është hapur për artistët, duke qenë se artistët nuk pagoheshin mirë nga kompanitë, nga klikimet e gjërat të këtij lloji, u hap si kompani që artistët të kishin një platformë të drejt me fansat e tyre, ku postonin këngë, postonin video, postonin gjëra nga jeta e tyre, domethënë nuk kishte se ishte explicit për pornografi ose gjëra të këtij lloji. Kur doli nga rruga, ishte pasi u ndryshuan pronarët dhe u mor një nga pronarët mori një 75% të kompanisë. Pronarët ishin pervers me saj. Jo, ai merret ka live webcams dhe aty ishte ku ndryshoi çdo gjë për OnlyFans-in. Që ta pranoj një artist shqiptar që është në OnlyFans, është mendoj ne kemi akoma shumë tabu si vend, edhe është goxha e guximshme. Por jashtë ka shumë njerëz të showbizit që e përdorin, sepse realisht OnlyFans është një platformë që disa emra për tyre ndërkombëtare që përdorin? Po, për shembull Bet Barbie bën gati $59 milion në vit. Në OnlyFans. Bella Thorne bën $100 milion, Black China, Cardi B është në OnlyFans dhe është një nga top 10-ët më të paguara. Tani është pak, si me thënë, zhanri i rapit e hip-hopit. Tani në OnlyFans mund të postosh jashtëzakonisht çdo lloj gjëje, domethënë edhe duke gatuar mund ta postosh si një gjë ekskluzive. Njerëzit paguajnë të shohin live, të shohin postimet, si funksionon? OnlyFans është me subscription, që ti ke çdo artist ose personazh kushdo që të jetë, domethënë bën një subscription mujor, themi $5, $10, $15. Dhe pastaj abonim, po. Dhe pastaj për gjëra ekskluzive që mund kërkohen, është pagesë për person. Domethënë çfarë kërkon një person, nëse artisti pranon, po të kontakton në DM, bën request, dhe nëse domethënë artisti pranon,
Do të paguaj ekstra. Po, personi që do diçka tjetër. Më dil live me tigan ose të nxjerr presionin në kokë. Po. Në qoftë se artisti pranon, i vën një çmim, domethënë se sa është, mendoj se këto janë dhe gjërat që thotë Enca, për një gisht ka shumë njerëz. Po për çfarë gishti pra? Tash unë nuk isha aty kur ish kërkuar Encës kjo kërkesë, por ka njerëz që kanë lloj-lloj fetishme të ndryshme. Domethënë ti nxjerr të gishtin kështu ti bënte like, se si kuptova. Po, ndoshta i pëlqejnë gishtat e duarve, gishtat e këmbës, ka shumë njerëz që kanë fetish për 10 gishta 15.000 euro. Po. Ka shumë njerëz që kanë fetish për këmbët për shembull dhe kërkojnë, sidomos në vendet arabe që Enca jeton tani, njerëzit andej duke qenë sa më të mbyllur, nga brenda janë më të egër. Dhe kanë kërkesa të ndryshme, gjëra të këtij lloji. Tani sa normale është kjo? Nuk di të them, se gjërat janë shumë personale. Në një kohë ku në showbizin shqiptar disa personazhe mundohen të hiqen si Nën Tereza. Ose si të virgjër, le ta themi si të virgjër. Mua më pëlqen guximi i Encës që thotë, unë bëj kështu ka qenë që në fillim. Me videot e mia apo senet e mia në OnlyFans. Enca kështu ka qenë që si e sheti këtë? Që shumë të thash, kjo është pjesë e karakterit të Encës, sepse unë e mbaj mend që kur ka dalë, që kur ka qenë në gjimnaz, Encën unë e njoft prej kohësh, dhe këtë tip ka pas, nuk ka qenë ndonjëherë një tip që të rri dhe të mendoj se çfarë do thotë, çfarë do bëj, ai bën të gjitha gjërat siç e ndjen. Është pjesë e kush është Enca. Por mendon Enca, mendon një njeri pa filtra. Tërësisht pa filtra. Është komplet ashtu siç do ajo. Prandaj them që është diçka personale. Ka shumë ndoshta ka njerëz në Shqipëri dhe të showbizit që do donin shumë të bënin atë që bën Enca. Po thjesht nuk e pranojnë dot dhe nuk kanë guximin për ta bërë. Ato mund ta bëjnë për jo në OnlyFans. Filloj. E bëjnë në këto platforma të zeza. Behind closed doors. Po pra në platformat në kështu në e ke parasysh punë të zeza. Shkojmë, ku do të shkojmë Danko DJ? Në muzikë të mirë. All My Life është e radhës që vjen për kënaqësinë tuaj. Ne bëjmë ca thashë theme me Rea ndërkohë. Pas shumë zërash e thashë themesh që qarkullonin prej kohësh, është bërë tashmë zyrtare kryebashkiaku i Ersekës dhe aktore e njohur Erioni Saj, është ndarë nga bashkëshortja Ailin Petrela. Divorci është finalizuar në prill të këtij viti nga gjykata e Tiranës, ndërkohë që kërkesa për ndarje ishte dorëzuar prej kryebashkiakut të Ersekës një vit më parë. Çifti ka 2 vajza së bashku dhe në kërkesën për divorce është theksuar që nuk ka pasur më afeksion. Lajmi mirë, lajmi keq, s'më plas fare. Çfarë lajmi është ky në showbiz? Nuk ngjall interes? Po mendoj se këto lajme do të thënë ne vdesim, jemi çik popull që vdesim të merrem me punë të tjerëve, po çfarë lajmi është ky? Është ndarë ku bashkiaku. Po edhe Ersekës. E çfarë pastaj? Po a shes kjo në showbiz? Kemi me Ersekën, po do shesin një ditë edhe kaq. Kaq. As 3 ditë nuk do shkoj çudia kësaj gjëje. Se nuk e di domethënë këto lajmet e ndarjes, po. Jo, këto lajmet e ndarjes. Është ndarë shpatë sapi, e ke parë? Po hajde shpati mund ta kuptoj çik më shumë. Po se ka pasur më shumë fansa, kanë qenë femrat e dashuruara me shpatin kur ka qenë në kulmin e karrierës të tij, domethënë. Po kryebashkiaku i Ersekës do thuash ti ka qenë aktor, okay, në rregull. Po është tjetër lloj interesi. Edhe këto ndarjet, bashkimet në politikë nuk është se nuk shesin. Apo Erioni Saj thuaj pra. Jo, nuk ka lidhje vetëm me Erionin, është thjesht që në politik shesin, po e kam vënë në re që më tepër janë kur janë në showbiz edhe një herë, sepse njerëzit në showbiz. Po, ajo është gjëja kryesore, kur arrestohen, kush volli çavodhi, ku i çoi, ku si çoi, këto janë më interesante për politikën. To kush vodhi nuk besoj se shesin më, janë bërë normale, por po prap njerëzit të thash, vdesin që të merren me punë të tjerëve, kështu që po këto ndarjet mendoj se janë më tepër i lidh edhe njerëzit mendoj se i lidhen më tepër me pjesën e konkrete të showbizit, se është kronikës. E zëm se ti je drejtoresha e një kompanie showbizi. Jo si Enca. Edhe zgjohesh në mëngjes, shkon te kjo kompania e showbizit, më thuaj 3 lajme që do doje të prodhoje tani në showbiz, në një univers paralel. 3 lajmet që do shisnin dhe do të rrundisnin themelet e showbizit. Sa joj, nuk ka rëndësi. Po lajm kryesor do ishte besoj këto, ç'a ndodh pa dyerve të mbyllura në showbiz, në shumë gjëra. Po pra, hajde le të fantazojmë. Për shembull, po të jap një indicie.
E papritur, gjesti I propozon Eglit në mes të Ibizës. Çifti martohet në shtator në Toskana. Po, kjo do shiste shumë. Si lajm. Tani më thuaj ti atë lajme të tilla, shfrenoje fantazinë si një menaxher artistësh që je. Që të anësuar më Romi. S'ke pirë Lori kafe? E piva faktikisht, po do të fitë të dytën që zgjoh. Lajm tjetër. Po në një kështu mendoj nuk di, po për momentin s'po më thuaj ti dhe do të them ushet apo jo. E papritur, Fero pranon ftesën për Big Brother VIP Albania 5. Po. Do shiste. Do shiste sepse Fero vjen nga një periudhë që ka thënë ndahem komplet nga showbizni, nga kënga, nga gjëra të këtij lloji, edhe njerëzit do thonë që priti sekond, ku vajti besimi, ku vajti kjo, ku vajti ajo që ai ka shitur gjithë të kohë nëpër rrjetet e tij sociale, gjëra të këtij lloji. E bujshme, Ylli Baka kandidon për kryetar bashkie në Tiranë. E bujshme, po nuk është se është ndonjë gjë që do sheci. Aq saç do shiste Fero për shembull ose propozimi I gjestit në Ibizë. E papritur, Cekja pozon nudo për Playboy. Shumë do shiste, shumë. E kam seriozisht, Cekja Beratit nudo? Po. Jashtëzakonisht shumë. Cekja është legjendë burr. Do të disin gjithë shihnin. Kthehemi në realitet, se këto ishin lajme kështu në botën tonë në fantazi. Një ngjarje shumë e bujshme gjatë kësaj jave ka qenë edhe fshirja ose jo fshirja, heqja nga YouTube-i për pak orë e këngës mes Fifit dhe Egli Takos. Kënga Shuj Shuj dhe Ku je nis, dy këngë në një video, pasi u publikuan dhe u bën shumë virale, papritur u zhdukën nga YouTube-i dhe u zhdukën videot mes dy këngëtarëve teksa ishin collaboration në rrjetet sociale. Megjithëse ato vazhdonin ndiqeshin me njëra tjetrën, prive në Kosovë thotë që ka hatërmbetje mes dy artistëve për shkak të ndarjes së fitimeve. Të nesërmen kënga rikthehet sigurisht ka ndodhur asgjë. Problem teknik që kënga u fshi, apo mendon që mund të ketë pasur? Kishte komentuar si gjë që thoshte që ka qenë zgjedhje ne ishim të ftuar në këngë, domethënë dhe Egli dhe DJ Gimi, çfarë aty, që ishin të ftuar dhe nuk kanë të drejta autori dhe I takon Fifit të vendosë se çfarë bën me këngën andaj këtij, dhe thoshte që nuk është se është një gjë personale, por nga ana tjetër me sa unë mësova ishte që Fifi e kishte marrë dhe në menaxhim Eglin pas daljes nga Big Brotheri dhe edhe këtë gjë e kishin ndërprer për arsye të tyre shumë të mirë kuptueshme. E kishte shkruar Egli diçka e tillë pa e cituar me gabime. Tash nuk mendoj se është një gabim teknik. Realisht diçka do ketë ndodhur dhe mos e normale që mund kjo që haludohet që mund ketë qenë për faktin e ndarjes së fitimeve, gjëra të këtij lloji, këto ndodhin ditë për ditë në showbiz, në muzikë ndodhen ditë për ditë, sidomos kur nuk ka kontrata të mirëfillta, kur artistët nxitohen. Prandaj po të rikthehemi te një takimi joni më parshëm që un kam thënë që po flisnin për kontratat dhe për artistët, sidomos kur dalin nga programe si Big Brother dhe që marrin shumë famë dhe shumë bujë menjëherë, që artistët nuk dinë realisht domethënë ta menaxhojnë mirë atë pjesën e famës mbrapa dhe nxitohen për çdo gjë. Ndoshta qoftë Egli me Fifin, edhe ndoshta dhe gjesti me menaxhimin e ri që ka marrë, sepse është një gjë, menaxhimi është një gjë shumë personale, është si një lidhje dashurore. Femër mashkull, femër mashkull, dhe duhet të jetë një periudhë kohore që ti realisht të njohësh partnerin tënd. Nuk mund të hidhesh direkt, domethënë hajde firmosim, hajde jemi bashkë, sepse ne mund na hahet muhabetin kafe, por kur vjen puna për biznes, nuk na hahet, ta kupton? Kështu që edhe pse ka kaluar disa ditë, por unë nuk gjej dot një ekspert më të mirë showbizi në këtë studio se sa ty, edhe nuk e kam diskutuar. Ky skandali në thojse ta quaj mes Elvis Pupës dhe Belina Pupës bashkë të shortës së tij ku akuzoheshin dhe shkruan në mediat australiane që kishin kthyer një shtëpi të mirëfillt duke rritur lënë narkotike si kanabisi. Më pas Vis Pupa e sqaron bashkë me bashkëshortën që çdo gjë po sqarohet nga organet kompetente dhe ka të bëjë me një fake news. Tani, ne nuk kemi gjykatës, por një lajm I tillë ndodh në showbiz dhe njerëzit surprizohen, tronditen. Ka vend për shokim këtu?
dhe ka vend për gjykim se kam parë dhe një gjykim shumë të madh, sidomos ndaj Belinës, teksa thoshin ja kjo që jep të mend se si të jemi më të mirë. Tash kjo ndodh shumë kur njerëzit të shfaqen me një lloj tjetër personi në showbiz dhe pastaj ka vend për gjykim. Për gjykim nuk ka, mendoj unë, sepse jeta personale e çdo kujt, se si zgjidhin njerëzit domethënë të për sa kohë nuk ka një të ndryshme, po dhe për aq kohë sa ti nuk i bën keq dikujt tjetri, domethënë edhe unë jam me ty në këtë gjë që punë të tyra. Sepse e di çfarë më bëri përshtypje çunat e Londrës nga veriu, komentuesit i ngrejnë në piedestal. Çunat e Londrës, respekte, domethënë po të bësh search në Instagram London Boy, ke ja 700 kështu mi profile që e quajnë për krenari të shitje në Londër dhe të merren me shtëpia bari dhe të jenë në Spanjë gjithashtu. Pse kur një personazh showbizi deli implikuar në këtë botë që ka rritur është marrë me pra me rritjen e kanabisit, duhet të gjykohet kaq shumë dhe çunat e veriu që janë në Londër të ngrenë në unë jam me mendimet punë për të nëse është e vërtet, punë për të nëse është fake news, domethënë është një gjë që mënyra e tij që të tregoj, kjo tregon domethënë që artistët, siç po flisnim para ca kohësh, nuk është ashtu siç mendojnë njerëzit që me se janë showbiz, se janë artist, se janë këngëtar, janë aktor dhe je Hollywood. Mo çali ku këtu në këtë fshatin tonë. Kupton, prandaj këto janë gjëra të mirëkuptueshme, çdo njeri e nxjerr jetesën me mënyrat që ka, kështu që nuk duhet gjykuar, mendoj. Shumica e personazheve në showbiz janë më të varfër se një pjesë e konsiderueshme e shoqërisë dhe të është mirë ta dinë njerëzit ndonjëherë janë më shumë se ç'duhet. Të bësh pushime me tag apo të hash mirë me tag nuk do thotë që je pasur. Je nevojtar se dikush që është i pasur se fut tagun fare si opsion. E kështu me radhë, po nëse kjo është një temë shumë e gjatë që do doja në fakt ta diskutonim realisht sa të pasur janë vipat shqiptar. Po. Në kur të duash. Ne gabojmë dhe mendojmë që vetëm 4-5 këngëtarë që performojnë në klabe gjatë verës, që kanë 15.000 euro natën duke performuar, duke qenë këta kaq shumë të paguar janë dhe pjesa tjetër e showbizit. Po ndërkohë janë në kushte shumë normale. Ndryshimet janë shumë të mëdha midis artistëve. Një artist mund të paguhet 15.000 euro dhe ndërkohë kjo artist që shkon akoma për 1.000 euro, për 500 euro, gjëra të këtij lloji. Jo, ka domethënë disbalanca të mëdha në treg. Kam takuar njerëz shumë të pasur në jetë që nuk kanë lidhje fare me famën, kështu që çfarë bëjmë? Ka të tilla lajme dhe ka të tilla keq interpretime. Ndërkohë, Reja, të falenderoj shumë që ishe sot në program. U kënaqem. Gjithashtu. Megjithëse personalisht do preferoja më shumë dallaver showbizi. Një showbiz shumë i vakët, sigurt të gjithë kanë rënë në heshtje. Edhe janë këto të njëjta tema, të njëjta tema, me personazhe të ndryshme. Skandale. Edhe këto jeti Big Brother VIP këtë vit Dembela shumë, mendoj. Vim të fjalët e mia që tash të Big Brotherit do shuan shumë shpejt në krahasim me Big Brotheret e tjera. Po këtu e di pse, këto janë Dembela. Mendoj unë, nuk punojnë fare me PR-in e tyre. Shumë vërtet. Nuk e di pse kërkojnë famë dhe pastaj nuk duan ta mbajnë. Gjithsesi, faleminderit edhe një herë që ishe në program Reja Shena, zonja dhe zotërinj me ne sot në Live from Tirana për diskutuar ngjarjet më të fundit nga showbizi, fshati jon i vogël shqiptar, edhe të uroj një fundjavë të bukur gjithashtu nga Joga e Shqipërisë besoj do jesh apo? Po, besoj. Në Yoga aty, ku është deti i bukur. Faleminderit Reja, dhe një herë ne shkëputemi këtu për pak reklama dhe rikthehemi pas pak program.